Sot të mëngjes më ngrohtë do të jetë në Tiranë me 21 gradë Celsius, ndërsa më freskët do të jetë në qytetin e Durrësit me 17 gradë Celsius. Tirana ditën e sotme do të shënojë sikundër tham 21 gradë, do të jetë qyteti më i ngrohtë në Shqipëri me mo të kthjellët. Dhe e çuditshme apo e vërteta është që Durrësi do të jetë qyteti më i freskët ditën e sotme, duke shënuar 17 gradë Celsius gjatë kësaj paraditeje. Për të vijuar më pas me Shkodrën me 21 gradë, Vlorën me 19 gradë Celsius, Korça aq që e çuditshme sa Durrësi, por edhe Korça ku mbetet me temperatura shumë të mira ditën e sotme do të shënojë 18 gradë Celsius plus 1 gradë krahasuar me qytetin e Durrësit. Për të vijuar pas me Elbasanin me 21 gradë, 20 gradë do të shënojë qyteti i Fierit së bashku me Beratin, 19 do të shënojë Gjirokastra, për të vijuar me Lezhën me 18 gradë Celsius, 19 do të shënojë termometri në qytetin e Dibrës dhe për ta përmbyllur me Kuksin me 21 gradë. Temperatura të thoja gati verore këto për shumicën e qyteteve të Shqipërisë, duke qenë se janë vende malore dhe ndoshta janë të pazakonta për këtë stin. Megjithatë, dita e sotme do të jetë një ditë fantastike, e bukur dhe me diell gjatë pjesës më të madhe të paradites edhe të ditës.